Bashkëpunimi mes Ministrisë së Financave dhe thesarit të SHBA-s përmes zyrës për mbrojtje teknike OTA është i dyti më i madhi në botë që ofrohet nga administrata amerikane. Washingtoni bashkëpunon me Ministrinë tonë të Financave dhe institucionet e tjera në 5 fusha kryesore: administrimin e të ardhurave, financimin e borxhit dhe infrastrukturës, bashkimin dhe shërbimet financiare, llogaridhënien buxhetore dhe luftën kundër krimit ekonomik. Megjithatë, ky bashkëpunim i intensifikuar në këtë format që nga viti 2022 del që tani nuk ka pasur një rrugë të qartë. Madam Minister, the program slowed a bit in the last couple of years as we assessed on both sides of the Atlantic the impact and the real potential of this partnership. I want to personally thank you, Madam Minister, for your unwavering commitment and support to its full resumption. Ministre e Financave, e cila ishte një koqire e ngjarjes dhe ku morën pjesë politikanët dhe personalitetet të njohura nga ekonomia dhe biznesi, tha se pothuajse nuk ka asnjë institucion në Ministrinë e Financave, si dogana, DAP dhe sektor të ndryshëm, që të mos janë të përfshirë në bashkëpunimin me зюрën технике të thesarit të SHBA-s. Во следниот период соработката продолжува преку подготовка на подзаконски акти од Законот за буџети, нов формат на буџетот, развивање мерливи индикатори за перформанси и натамошно консолидирање на главната книга како стратешка реформа за транспарентни јавни финансии. Управата за јавни приходи соработува со ОТА заедно со тим од 7 високоискусни советници во области поврзани со управување со проекти, управување со даночен долг, даночни контроли, а со тоа и избор на ризични даночни обврзници. U vlerësua gjithashtu se partneriteti i dy vendeve në fushën e financave publike nuk është thjesht bashkëpunim administrativ, por një investim afatgjat në standarde, integritet institucional dhe transparencë. Këto programe synojnë të kontribuojnë drejt për institucionet më efektive, menaxhim më të mirë të burimeve, ulje të rrezikut dhe mbrojtjes më të madhe të qytetarëve.